Karakaç, Balluk, Peçoja Banxhiu. Këtu jemi te 3 urat. Fillon rruga për të shkuar për në Tërbuf. Kape situatën e shtyllave, do të regoj më të bukra. Kapi Qelbsirliqet, për gjitha njerëzit që paguajnë, hajde këtu shikoj pak koshin, që qatë drejgje e kap Bashkia Divjak, se këtë zonë këtu e kap Bashkia Divjak. Afro këtu për të kap të koshin tjetër Urupian, është një kosh i lidhur një për një me tela, për shku në Europë. Me këtë shkojmë drejt për drejti në Europë, o Karakaç. Belina me që ishte dije në lushnje, që i tregoj ato bukurit, ne po i tregojmë gjithë zonën e saj që e ka mytë muti, plerat dhe papasërtia. Tani, po të shikosh këtu, që do dalim në pak, shikoni që ka mytë ferra, kalamat, shpit, urdhërohet tabelat me të vesh ku është 20 që të vish nga ara, apo të vesh nga rruga, urdhërohet që janë këtu kallamishtet, në për gjithë kanalet, komplet nuk funksionon asgjë, nuk të vëzje, urdhërohet që i ka shtyllat. Karakaç, ma kap pak Karakaç, jo ma kap pak, ma kap këte dhe mi kap gjitha një nga një mi kap. Me që kishe bërë spango, po të dalin çdo shtyll në çdo lagje lango. Shiko si i ke Karakaç, kam pjerdu gjitha, ka rënd gjitha. Shu që merë dhe shoqin Balluku, me që këtë delegume, së bashku me te, ato na i lek nga qaka ngell vërdal, quna tunelar nga ato, i bëni shtylla se po lini nam. Shu që, kur të bëni replikër tjetë në parlament, kujtoni se si e keni terrenin, urdhëros që i ke terrenin, po do të tregoj dhe këtë rrugën e bukur që su shtrushe. Një fragment, vetëm një shijim i fillimit, që do të tregoj të gjithë rrugën dhe në vijim, se qa me thënë dhe në Tërbuf për të kjo rruga. Këto janë situatat e kanaleve. Gjithë kanaleve që të çojnë nga 3 urat deri në Tërbuf, që pasojnë zonën e Tërbufit. Prandaj mytë zona atje. E pat para ca kohësh, unë kam qenë në zonën e Spolatës, këtu pak më lart. Këto janë kanalet këtu kulluese. Shiko çfarë situate keni. Shiko telat, duhet një flak të marri këtu. Shiko që shtyllat që kanë ikur tani, dhe tani do t'i tregojmë shokut Karakaç shtyllat. Tani për mos fol për rrugët e parcelave. I marrim nga 42.000 lekë për hektar çdo fermeri, çdo banori që ka 1 hektar, çdo familje bujqësore, dhe nuk ja përkthejmë shërbime, urdhërohet se janë gjithë rrugët e parcelave në behar, pa lënë dimër. Pra shikojmë kanalet bllokura dhe rrugë parcelash të mungura. Dhe kur themi këtë, për çfarë merren lekë për patronazhim, për çfarë merren lekë për kanalet? Kjo është situata, plerat gjithandej, ndriçim s'ka masi cep, dhe do të shikojmë në gjendjen e shtyllave.